Bashkia e Libohovës po vjon me organizimin e aktiviteteve të ndryshme kulturore me qëllim promovimin e zonës dhe tërheqjen e turistëve të huaj. Këto nisma synojnë jo vetëm gjallërimin e jetës kulturore vendase, por edhe krijimin e një identiteti turistik që lidh traditën me zhvillimin. Sipas specialistit të kulturës Arjan Çano, aktivitetet e organizuara lënë bresa të veçantë jo vetëm tek banorët vendas, por edhe tek vizitorët e huaj. Ne kemi zhvilluar disa aktivitete në sajt të turizmit, ashtu sikurse edhe vitet e kaluara kemi pas jeto natyrën që zhvillohet në Çajup, jo vetëm aktivitete brenda qytetit që ka shumë domethënë, por mundohemi që aktivitetet i shtrim gjitha zonat dhe pikat turistike që të dalin në pah. Padyshim që ne vazhdojmë me kalendarin e aktiviteteve që kemi të afishuar në bashki dhe shpresojmë dhe besojmë se do të kemi të njëjtin ritëm ose dhe më mirë akoma në trend rritës. Çano shpjegon se përmes këtyre veprimtarive turistët kanë mundësi të njihen nga afër me zakonet, traditat dhe historinë e pasur të Libohovës, duke e përjetuar kulturën jo thjesht si spektator, por si pjesë e saj. Ka patur shumë interes për shkak të traditave që ne kemi, kulturës, riteve që ne zhvillojmë. Turistë sigurisht dominojnë shqiptar, por ka dhe të huaj që frekuentojnë, sidomos ato pika turistike që ne i kemi shumë domethënëse, siç janë Varret Pagane, Varret e Bejlerëve, pastaj Kalaja e Shanishas, Sarajet e Mufit Beut, siç tham Kishella Bovës te Qeja Melanit, Kulla e Sahatit, domethënë lënë një impakt pozitiv tek turistët e huaj. Turistët e huaj shfaqin gjithnjëherë më shumë interes për të marrë pjesë në këto aktivitete, duke i konsideruar ato një përvojë unike. Për Bashkinë e Libohovës, kjo është një mundësi e rëndësishme për të promovuar vlerat kulturore dhe për të rritur numrin e vizitorëve, duke e kthyer kulturën në një urë të fortë lidhëse mes vendasve dhe të huajve.